Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se negociatat për paqe në Ukrainë kanë shënuar një përparim të rëndësishëm dhe se Kremlini ka bërë, siç e quajti ai, një lëshim të madh, duke treguar gatishmëri për të ndalur agresionin dhe për të mos kërkuar më kontroll të plot mbi të gjithë territorin ukrainas. Deklaratat u bën gjatë një konference për shtyp në Shtëpinë e Bardhë, ku presidenti amerikan theksoi se administrata e tij po ushtron presion të madh diplomatik ndaj Moskës. Megjithatë, ai nuk fshehu pakënaqësinë ndaj sulmit të fundit rus në Kiev, që ndodhi të enjten, ku përpasoi humbën jetën të paktën 12 persona në atë që përshkruhet si sulmi më i rëndë ndaj kryeqytetit ukrainas gjatë këtij viti. Në të njëjtën konferencë foli edhe sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, i cili njoftoi se gjatë fundjavës do të zhvillohen diskutime të mëtejshme me synimin për të çuar përpara një marrëveshje mes palëve. Por në Ukrainë, presidenti Volodymyr Zelensky u shpreh skeptik. Ai ndërpreu një udhëtim zyrtar në Afrikën e Jugut për të përballur me pasojat e sulmeve dhe deklaroi se nuk sheh asnjë presion të fortë ndaj Kremlinit apo ndonjë paketë të re sanksionesh ndaj Rusisë. Zelensky rikujtoi paralajmërimet e mëparshme të Trumpit ndaj Moskës, ndërsa ju përgjigj edhe akuzave të fundit të presidentit amerikan, i cili e kishte kritikuar për refuzimin e njohjes së aneksimit të Krimes nga Rusia, një çështje që vazhdon të mbetet një nga pikat më të nxehta të konfliktit. Nuk mund të bëjmë asgjë që bie ndesh me kushtetutën tonë, tha Zelensky, duke theksuar se Kievi po respekton çdo propozim të ardhur nga partnerët ndërkombëtar, përveç atyre që cenojnë sovranitetin e vendit. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili ndodhet në Washington, deklaroi qartë se tani është radha e Rusisë për të ndërmarrë hapa konkret. Topi është në fushën e Rusisë, tha ai, pas takimit me presidentin Trump.